Të gjesh vetëm të moshuar në fshatrat e qarkut Dibër tashmë është kthyer në diçka normale pas braktisjes masive që është bërë jo vetëm nga të rinjt, por edhe banor të tjerë. Në Maqellar takojmë Pëllum Gjonin, i cili është i vetëm në hapësirën mes banisave të braktisura. 79 vjeçari është skeptik për ata të cilët janë larguar ndër vite që do të rikthehen një ditë. Sipas Pëllumbit, shkaqet e largimit të tyre janë të qarta, nga mungesa e ndërtimit të jetës këtu, në çmimet e larta e deri tek mosarritja e pensioneve për të përballuar jetesën. Shpopulimi i vendit ikën fëmijët shkon në Itali, në Gjermani, që kanë shku, edhe kanë marrë fëmijët me vete. S'ka ndërmend s'kejen se fëmijët po të marrin me vete, ata do shkollohen atje. Nuk vinë ma këtu në Maqellar. Dhe kështu që mund se mendoj të vinë rrallë dhe njën. Po shpopullimi i vendit njerë kur u hap, që shkon fëmijët e tje, planifikon të punojnë pak që se kishte të ardhë më shumë të Italia, në të bëjnë një ndërtesa, të bëjnë një dyqan. Këto i ngrejtën rrogat më shumë se në Itali, ata çmimet e buks, e të ushqimeve, krejt çmimet i ngrejtë, me pjena kimike, me traktor që laron tokën, 20.000 lekë është një shkep me. E freza njëna e tjetra, se ali verdin të mbë, sa mbëllisht tokën kotë. Majmë një lopë sa për ta pas për të mitë një pëjktjumështë. Nësa duket svjekush ma këto. Jo e di ramat të jetë me sa liberishëm, po anë e tjera të jeni shok të atim, svit ma këto. Nga ana tjetër, 79 vjeçari Pëllum Gjoni thot se dikur lagje e tij kishte mbi 400 banor, ndërsa sot nuk ka mbetur më shumë se 20%, ku dhe ato janë të gjithë të moshuar. Po ka pas rreth 80 shtëpi. 80 shtëpi ka 5.400 vetë bëshim këtone. Shqyrë se ku jenë, shkafish njerës këtone për rrugë, s'ka asë njeri. Kam buka një shtëpi kanë ardhë, që ka bërë shtëpi të reja jate, për kush të reja te. Për ki e bjevu atë, regulloj të, s'ka njeri, asë njeri nuk është. Nga këta, në këtë lagjen që e mund këto, 70 vetë kanë marrë familjet e vetat e poshtë. Çdo shtëpi ka marrë fëmijët me vete. Këto këta pjesë që kanë ngel me një, s'ka më shumë. Dhe derë për derë që s'ka njerës. As 20% e popullit nuk jemi këto. Të moshuarit e mbetur në fshatra thuaj se janë vetëm ata që nuk mund të shkëputen prej tij, edhe pse fëmijët mund t'i kenë në emigrim.